Kemi ardhur për herë të fundit zonjën e nderuar të madhen Margarita Xhepa. Njëkohësisht ne mbajmë emrin e saj, edhe do ta çojmë nderin e saj deri në fund. Si artiste e madhe e kombit e trojave mbar shqiptare. Qa kujton ti në bashkëpunimet që ke pasur kohën? Në çdo takimet e ka qenë shumë e dashur, shumë miqësore. Edhe ne kemi përnder që mbajmë emrin e të madhes Margarita Xhepa. Ansambli artistik Margarita Xhepa në shoqatën Margarita Xhepa. Ju faleminderit dhe juve. Shtuar për qytetin ton, për Shqipërinë ton, një ikonë e kinematografisë shqiptare, respekt pafund. Jemi vërtet shumë të keqardhur dhe krenar për këtë ikonë të qytetit ton. Faleminderit. Sot është vërtet një ditë e trisht, jo vetëm për ne lushnjarët, qytet ku Margarita Xhepa lindi, u rrit dhe filloi karrierën e saj brillante në kinematografi dhe në teatr, dhe më pas, fal talentit të saj, ajo u bë e njohur në mbar skenën kombëtare dhe ndërkombëtare, do të thosha. Me qytetin e saj të Lushnjës, ajo ishte mjaft e lidhur. E thoshte me mburrje kudo, jam vajzë lushnjare. Jo më largë se vjet, ne në kinoteatrin që mban emrin Vaçej Zela e kemi patur prezent të madhen Margarita Xhepa në një bashkëpunim midis shoqatës Patra në Greqi dhe Margarita Xhepës, dhe dëgjuam legjenda e Butrintit, kur ajo aktroi si për herë me mjaft mjeshtëri dhe bëri të gjithë sallën të drithëronte. E tillë ishte Margarita. Ajo jo vetëm e interpretonte rolin, por ajo e jetonte me shpirt. Kudo ku kemi marrë pjesë në teatr apo edhe në filma, ajo të drithëronte, të emociononte, të gëzonte. Nuk kam fjalë, më thënë, roli dhe shpirti ishin një. Më thënë, ne e mbajmë mend atë të spikatur në role të veçanta që mbeten në memorien tonë dhe sot e kësaj dite. Margarita Xhepa, për mendimin tim, nuk shuhet kurrë, sepse disa njerëz vinë në këtë botë për mos ikur kurrë. E tillë ishte dhe Margarita. Ajo me rolet e saj brillante do të mbetet në çdo familje, jo vetëm lushnjare, por edhe shqiptare. Mirënjohje pafund veprës saj e pa harruar qoftë për jetë. E dini që sot ka homazhe për Margarita Xhepën në Lushnjë? Jo, nuk e di. Nuk e di. Do doni të kishit bërë homazhe në një vend? Patjetër. Po nuk e di se ku bëhen dhe si bëhen. Nuk e di prandaj. Ke diçka për të thënë për artisten Margarita Xhepa? Si lushnjar? I qoftë dhe u i lehtë, dhe nder dhe respekt për të. Homazhe për Margarita Xhepën? Po, di. Ku ka? Do bëni? Ne, ku e di në Tiranë. Në Tiranë. Aktorën e madhe lushnjare. Po këtu në Lushnjë, dini gjë, a ka në Lushnjë? Nuk jam ndjerë një.
çfarë përshtypjesh ke për zonën e Margarita Është e Xhepa? parritshme, një nga aktorët më të mëdhenj që mund të ketë pas, që kanë zgjedhur 3 ajo edhe një nga edhe Shqipëria dhe komish. Ti rrojnë kalamajt e që të thëma në sketë. Ashtu nuk e dim. E dim. Ku bëhen omazhet? Ku do shkoni t'i bëni? Këtu në Lushe nuk e di unë, po di që bëhen në Tiranë. Edhe Margarita është një nga artistët më të mëdha që ka patur Shqipëria. Një zonjë e nderuar, njëri tamam për ta respektuar kujtimin e saj. Veprën ta vazhdojnë fëmijët e saj dhe të jetë gjë e mirë. Yes.